Banorët të rrugës Shote Galica në Brekatës të Gjakovës prej vitesh mbeten të shqetësuar për mungesën e infrastrukturës në lagjen ku ata jetojnë. Njëri nga banorët, i cili ka ndarë shqetësimin e tij për këtë gjendje, tregon se në këtë rrugë nuk është ndërhyr prej vitesh. Që sa vite o qështu, që jo më që 35 vite këtu, hala kur gjo. Premtime kena shku krejt krytarët, jo në kone për komuna, krejt kom shku. Bashkë me këtë sokorin që tu që është, e kom që bërë i bilim ma mrama ftesën që kena që, ankesën, kena që të krytarë atje, kur gjo hiskën rezo. E po vinë këtu, pimarin, letra pikqyrin, krejt rrugët, ka janë, tek janë pikqyrin, po, s'kini problem, ka mushtru që kjo rrugë. Që 35 vjetë që tu jam, hala nuk di që i kanë pru një sen që tu me rrugë. A i shtonë se nxënësit të cilët vjojnë mësimin në këtë zonë e ka njështë zakonisht të vështirë qarkullimin në këtë rrugë të dëmtuar. Shumë, këtu tash ku shkojnë fëmijët në shkollë me pasa botë, deri këtu botë. Deri këtu, edhe këtu duhet me kalu. Këtu keni pa vetë rrugën, edhe keni pa edhe nerë keni pa, shka është. Katastrofë është. Na s'din ku me shku me anku më që të herë. Hiq, karka hisëm kërë. Jo me anku 3-4 herë të ky sokoli, që ku është. Sokoli bre marum, bre amon. Për zotë, marum, se s'kem ka me marrë, vla, s'kem ka me shku, ka lëzëna një ide me shku, dika. Për banorët e Shote Galica, në mungesë të një zgjidhje institucionale, alternativa vetme që u ka mbetur është protesta, tha Cermjani. Po, në rast se nuk është, kene mu që kretin protesta, kene me dalë kret me zatet rrugën, kret me zatet. Për mos me hi kur kush këtu hiq. Shto mo, s'kem rrugë djali mo që tërka ka me shku. Për fund, banorët e rrugës Shote Galica apelojnë edhe njëherë tek institucionet komunale që të ndërmerret diçka për problemet e tyre sa më shpejt dhe të mos lihen të neglizhuar.